Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Genardi publikoi sonidën Lakuriq, vëlla e motor shtrohen në psikiatri. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale nga Genard Hajdini, ku shfaqej motra e tij Sonida gjysmë e zhveshur, shkaktuan reagime të forta në opinionin publik dhe ngritën shqetësime serioze për gjendjen e saj. Videoja e cila u përhap me shpejtësi në rrjet nxiti thirrje të menjëhershme për ndërhyrje në institucioneve përkatëse. Pas publikimit të pamjeve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale reagoi zyrtarisht, duke bërë të ditur se strukturat sociale të Njësisë Administrative nr. 2, në bashkëpunim me mjekët e Qendrës Shëndetësore dhe Policinë e Shtetit, ndërhyn për të vlerësuar nga afër gjendjen shëndetësore dhe psikologjike të Sonidës. Autoritetet shëndetësore konfirmuan gjithashtu se Sonida ka marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor, duke sqaruar se ajo kishte qenë më parë e shtruar në Spitalin e Shëndetit Mendor dhe më pas ishte lënë për trajtim ambulator. Aktualisht, si Sonida ashtu edhe vëllai i saj Genardi ndodhen të shtruar në Spitalin Psikiatrik të Tiranës, ku po marrin trajtim të specializuar. Ndërkohë, institucionet përkatëse pritet të hartojnë një plan masash për monitorimin e vazhdueshëm të dyve, me qëllim garantimin e kujdesit dhe mbrojtjes së tyre.